Jo, emri Spiridon është emër tipik shqiptar, që lidhet me emrin Shpirt. Do të thënë Spiridon do të thënë jep shpirtin, dikush që është bujar, që është i mirë dhe që jep shpirtin, dhe nuk është një emër rus. Spiridon, do më thënë dhon, me dhon. Dhon, jep shpirtin mos, spirit dhon. Po shpirt dhon. Shpirt dhon, do të thënë njeri bujar. Dhe është një emër tipik shqiptar, do më thënë dhe gjyshi Putini quhej Spiridon, por nuk duhet çuditemi që në Rusi janë shumë personalitetet mëdha ruse që janë me origjinë shqiptare, për arsye se në momentin që ka hyrë Turqia me rënien e Konstantinopolës, të gjitha mendjet e ndritura shqiptare, përfshi priftërinjtë, diplomatët, aristokratët, kanë ikur drejt Rusisë dhe familjet më të mëdha ruse, dhe ata kanë krijuar Rusinë, dhe familjet më të mëdha ruse kanë qenë me origjinë bizantine, që do të thotë origjinë ilire, shqiptare, dhe kjo nuk është për të çuditur. Për shembull, dhe dallimi mes këtyre, për shembull, nëse shohim për shembull këto poetët e mëdhej apo filozofët e mëdhej rus, nuk e kanë atë Viç, për shembull, ky e ka Putini, nuk e ka Putinović. Ose Tolstoj e ka Tolstoj dhe nuk e ka Tolstojević, ose ky Esenini e ka Esenin, nuk e ka Eseninović. Pra, duhet kemi parasysh janë dhe nga racat vendase që kanë lidhje me këta dorët edhe me jonët, dhe janë raca gjenerata e 4 që ju kam thënë unë, si e mendoj unë, kupton, edhe kur u doq Moska të kam thënë çfarë tha Napoloni, do me thënë këta nuk e bëjnë slavët, tha, po e bëjnë këta, si është kjo raca tjetër se s'om kujtoj. Skithët. Ja, tha, këta e bëjnë skithët, ata janë si akrepi, tha, kur ju vjen zjarri, tha, mbytin dhe veten e tyre, tha, me... Si që kanë pas edhe shqiptarët, që turqit kanë qenë shumë agresiv, por kur tentonin kapnin femrat shqiptare hidheshin të gjitha në shkëmbi, ose kështu, dhe ka pas gati s'ka pas fare femra shqiptare, kur kapej një femër shqiptare çoi direkt te sultani për të bërë fëmijë, sepse ata donin ta merrnin si racë, sepse e konsideronin si racë hyjnore, dhe turqit e kanë pas këtë. Por një